ardhja e niveleve më të larta të ASOKO-e të vitin 1999 dhe kanë dëshmuar në të njëjtën linjë, pra edhe për mua që unë i kam ndjekur aty në të njëjtën linjë, me të njëjtën saktësi, se është nga ana njerëzore duhet kuptuar, ata dëshmojnë për 25 vite më parë, pra nuk është kaq e lehtë dhe natyrisht që prokurori e ka më të lehtë ngritjen e pyetjes dhe ndonjëherë pyetjet duken domethënë jashtë logjikës, sepse ti po pyet përpara 25 viteve, pastaj e miksohet me çfarë ndodh tani politikisht, por kthjellësia e James Rubin, por edhe Christopher Hilli, dhe shpresoj shumë edhe e generalit Clark, ka qenë jashtëzakonshme. Dhe unë mendoj që patjetër që e ka ndryshuar qasjen, presioni apo ndoshta elementet pozitiv që ka ndodhur në këtë proces ishte ardhja në pushtet e zotit Trump, duke ditur që ai që ngriti akt akuzën për zotin Thatcher ishte i njëjti prokuror që ngriti akt akuzën për presidentin Trump ASOKO-e, dhe me ardhjen në pushtet të Donald Trump, Jack Smith është hequr nga çdo detyrë që pati si këshilltar në Departamentin e Shtetit, është konsideruar një kriminal nga ana e Donald Trump dhe qasja e tij pra ka ndryshuar.